Do befasojeni me atë që i ndodh trupit tuaj nëse hani banane për mëngjes çdo ditë. Bananet janë padyshim një nga ushqimet më të njohura dhe përveç lëndëve ushqyese që përmbajnë, ato janë shumë më të lehta për t'u përfshirë në dietën e përditshme. Ato janë një frut i popularizuar për ushqimet e lehta në mëngjes, por a është e shëndetshme t'i hani çdo ditë? Ato mund të shtohen në vakte ose në smuthin ose edhe në gatime të ndryshme, por bananet nuk duhet të konsumohen me stomakun bosh pasi mund të ndikojnë negativisht. Është e rëndësishme të hani banane pasi të keni konsumuar diçka më parë. Një nga ndjesitë që mund të përjetoni është edhe përmirësimi i vitaminave B që vijnë nga bananet. Fibrat që gjendet ato janë të rëndësishme edhe për sistemin tuaj tretës. Përmbajtja e kaliumit në banane do të thotë se ato ndihmojnë në nxjerrjen e natriumit dhe relaksimin e enëve të gjakut. Kështu japin zemrës dhe muskujve një motivim të vërtet në mëngjes. Bananet janë të mira, por nuk duhet i konsumoni asesi me stomakun bosh pasi mund të ndikojnë negativisht në shëndetin e tij.